Kush është Mustafa Kemal Ataturku? Kriminal, vrasës, despot, diktator, rënues i thesarit kulturor dhe qytetrimor islam, rënues i halifatit islam, përjedhoj dushman dhe armik i islamit, i muslimanve dhe i kombit turk, si që thonë dhe pretendojnë shtresat të trera muslimanesh konservator. Jo vetëm brenda Turqisë, por në gjithë botën islame, mbase edhe tek ne shqiptarët, apo ishte reformatori brilant, komandanti legjendar, vizionari i pashoq, krijuesi i Turqisë moderne dhe i dërguari i Zotit për të shpëtuar kombin turk, siç e përshkruajnë sekularistët, laikët, islamofobët dhe pro-evropianët brenda Turqisë, gjithandej në përbot, pra edhe tek ne shqiptarët.